Ndahet nga jeta shkrimtari i njohur shqiptar Grigor Jovani. Poeti Grigor Jovani u nda në mënyrë të parakohshme nga jeta, duke humbur betejën me sëmundjen e rëndë. Lajmi i trisht mësohet nga miqtë e tij në Athinë, ku jetonte prej vitesh. Grigor Jovani u lind më 1 prill 1959 në Gjergocat të Gjirokastrës, ku kaloi fëmijërinë e hershme, ndërsa rininë e tij e kaloi në Berat e më pas në Laç. Përveç se një nxënës i shkëlqyer, Grigori ishte edhe një talent shumë i mirë letërsie. Poezia e ndihmoi të njihej në rrethet letrare të qytetit të Krujës. Kështu përfundoi me shtypin lokal, mori pjesë me tekste në festivalet lokal dhe kombëtar, fitoi çmime të para në konkurset poetike në rreth dhe kjo bëri që të pranoi kandidat në lidhjen e shkrimtarëve, diçka e pazakontë për moshën e tij. Gjatë studimeve në Institutin e Lartë Pedagogjik të Shkodrës, vazhdoi të shkruante duke fituar çmime të para në konkurset studentore në Shkodër dhe Tiranë, si dhe në ato të degëve të Lushnjës të shkrimtarëve në Krujë dhe Shkodër. Mbarimi i studimeve i solli emërimin në zonën e Repsit, malësive të Mirditës, ku shkroi monografinë e heroit të popullit Mustafa Kafaçi, përgatiti ansamblin folklorik Kastrioti për festivalin kombëtar të Gjirokastrës, i cili fitoi vendin e parë. Më pas u emërua në Krujë korrektor gjuhësor dhe redaktoi në gazetën Kastrioti, duke plotësuar ëndrrën e tij e dytë të madhe, Gazetarin, i cili do ta shoqëronte gjithë jetën, ku punoi 4 vjet. Në dhjetor të vitit 1990, për arsye shëndetësore, Grigori niset drejt Greqisë. Fillimisht punoi në punë të zakonshme, por dal ngadalë u përfshi në jetën sociale, letrare e kulturore të Athinës. Bashkëpunoi me gazetën e parë shqiptare në Greqi, Egnatia, më pas me zëri i emigrantit, Rilindja e 21, Triti Semtevriu, Tribuna, Revista Pellegrini. Gjatë luftës së Kosovës ishte pjesë e disa paneleve televizive ku ngjalli kundërshtime me qëndrimet e tij. Përveç profesionit të gazetarit, nuk la pas dore edhe pasionin e tij të parë, letërsinë, duke u bërë pjesë e jetës letrare të krijuesve shqiptar në Greqi. U bë antar i përhershëm i kryesive të shoqatës dhe klubeve të shkrimtarëve, drita dhe literarët, madje edhe zëdhëndës shtypi i tyre. Së bashku me disa miq të tjerë shkrimtar në diasporë, themeloi lidhjen e shkrimtarëve shqiptar në Greqi, Together, kur zgjodh kryetari i parë i saj. Gjithashtu hapi revistën Pegasi, revistë tremujore letrare artistike, e cila synonte promovimin e artit dhe kulturës shqiptare në të gjithë diasporën. Gjatë karrierës së tij artistike, Grigor Jovani ka botuar 6 libra poetik, të gjithë gjatë jetës në Greqi. Botë pa dashuri, Punishtja e ëndrave, Udhëtoi pranë vetes, Blu e thellë dhe Vreshtat e Dionisit, 2 romane, Ura e mbretit dhe Jakobs, Arkipelagu i Grisë, si dhe 5 libra në prozën e shkurtër dhe 3 me publicist artistik. Grigor Jovani ka përkryer librin poetik Monolog të Milan Kunderës. Gjatë karrierës së tij letrare në Greqi, Grigori ka fituar vende të para në konkurset e organizuara dhe është përfshirë në disa antologji të bukura në diasporë.